Ja, shikoj. Disa lagje të brendshme në Vlorë, të njohura ndryshe si rrugica, duket se nuk e kanë njohur kur dorën e investimeve. Prej vitesh, këto zona janë lënë në ares, ndërsa banorët përballen çdo ditë me kushte të vështira infrastrukturore. Rrugët janë të amortizuara, pa mirëmbajtje dhe shpeshherë të pakalueshme, sidomos gjatë ditëve me rreshje. Situata bëhet edhe më problematike në një kohë kur gropat në rrugë sa vinë thellohen, duke u kthyer në një rrezik real për automjetet dhe këmbësorët. Banorët shprehen se lëvizja në këto rrugica është kthyer në një sfidë të përditshme, ku dëmtimet e makinave janë tashmë të zakonshme. Për më tepër, mungesa e ndriçimit dhe kanalizimeve funksionale e përkeqëson edhe më tej situatën. E njëjta gjendje e vështirë paraqitet edhe në një nga zonat më të banuara të lagjes 10 Koriku, ku infrastruktura rrugore është pothuajse degraduar plotësisht. Banorët ankojnë për mungesë totale ndërhyrjeje nga institucionet përgjegjëse, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme që kanë bërë ndër vite. Ata theksojnë se ndihen të neglizhuar dhe të lënë jashtë vëmendjes së investimeve publike. Në këto kushte, përmirësimi i infrastrukturës mbetet një nevojë emergjente. Ndërhyrja në rikonstruksionin e rrugëve, sistemimin e kanalizimeve dhe vendosjen e ndriçimit publik do të ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës së banorëve. Përndryshe, situata rrezikon të përkeqësohet edhe më tej, duke e bërë jetesën në këto zona gjithnjë më të vështirë.